Mirë, jemi rikthyer. Anila Hetoja, arkitekte, është bashkuar me më në studio. Përshëndetje, mirë se erdhe. Kënaqësi që jemi ne. Edhe për mua. Besoj ka kërshëri për të kuptuar se çfarë ndryshon në 2026, ndoshta edhe nuk ndryshon asgjë, por e rëndësishme është që me çfarë tendencash jemi, pra në kushtet kur na pëlqen shumë ngjyra, luajmë pra me ngjyrat, na pëlqen shumë kontemporania, bashkohorja, por jemi edhe klasik, sepse kemi parë ato stilet që ndërturen dhe prapë na pëlqejnë. Tani, çfarë rezervon 2026 në raport me mënyrën se si zgjedhim që t'i arredojmë banesën në këtë rast, por edhe ambientet e biznesit. Po, kuptoj qartë. Në fakt, unë jam shumë entuziaste këtë 2026, sepse për herë të parë mbas 10 vitesh, por i kthehen ngjyrat e forta. Unë i dua ngjyrat, jo vetëm sepse jam artiste, por sepse mbushin ambientin, japin jetë atij. Kështu që 2026 është me plot ngjyra, janë këto ngjyrat e theksuara të mureve, të tapicerive, pikturat jashtëzakonisht të mëdha me shumë ngjyra dhe ajo që vihet re janë dritat gjithmonë vinë edhe japin më së shumti energji edhe jetë ambientit. E dua këtë dizajn tani, sepse, siç thash, ti mund të dizenjosh një ambient, shtëpi në apartament, shtëpi private, qoftë edhe zyra, por ajo nuk del nga moda. Por gjithmonë duhet kemi parasysh, sepse këto ngjyrat e theksuara që janë trend tani në 2026 nuk mund përshtaten në çdo ambient dhe çdo personi, sepse shtëpia është oazi jonë i qetësisë, e kemi thënë edhe e theksuar disa herë. Sepse ajo ka të bëjë me energjinë e brendshme, ka të bëjë me njeriu, me karakterin, kështu që ne duhet punojmë shumë që ku duhet ndalemi, kujt ja përshtasim këtë model, atë që është në modë me atë që duam ne. Pikërisht. Chelsea. Por kanë ardhur shumë trendet që kanë qenë, si për shembull minimalizmi është kthyer në moderne. Neoklasika është rikthyer. Janë disa modele shtëpish që janë rikthyer Japanese design, që janë shumë unë duaj që të mos mbetemi thjesht në kuadrin e fjalëve, por edhe t'i shohim të ilustruara, sepse imazhet na ndihmojnë. Flasin vetë, ne jemi vizual në fakt shumë drejt. Të kuptojmë atë çfarë jemi duke të thënë. Mendimën e regjisë t'i shohim pak edhe t'i komentojmë njëra pas tjetrës. Megjithatë, Anila, fakti që luhet me ngjyrat e forta, me këto kontrastet, edhe ajo që përmende, pra rrezikojnë duke qenë se luhet fort, le të themi, në këtë drejtim, rrezikojnë që dalin siç futen si tendenca ashtu edhe të dalin nga trendi, pra nga moda. Që kur u nisët ta trendit e 2026-s. Por e bukura e kësaj është se qëndron në kohë. Zakonisht në 5 deri në 6 vite qëndrojmë në një trend, por risjellim e freskojmë ambientin ku ne jetojmë. Më së shumti nëse flasim për zyrat, zyrat janë më shumë klasike, por nëse flasim për bar, restorante, hotele, sigurisht që luajmë me nuanca, me vite të ndryshme, qoftë kjo në mirëmbajtje, por qoftë kjo edhe për sa i përket aksesorëve dekorativ zbukurues. Që do thotë, do luajmë me pikturat, me aksesorët tjerë dekorativ, dhe që e bën ambientin më të freskët dhe jep edhe si thua një sy më kritik edhe më të bukur ambient. Ja si shikoni këtu kemi dramatic design, i themi ne në arkitektur, dhe janë këto ngjyrat split complementary, që janë ngjyrat shumë të theksuara, janë të vështira, por duhet rrezikosh edhe që të qëndrosh modern edhe në kohë. Nuk ka një kosto të lartë, sepse kur i shikojmë ne kështu themi shikose çfarë po thoni, çmimet, jo tjetra. Jo, mjafton që t'jesh i zgjuar në ato mënyrën tënde se çfarë bën. Pikturat janë rikthyer edhe një herë. Ajo ishte një ambient salloni, jo? Po. Në përgjithësi unë sjell ambientet e sallonit, dhomat e gjumit apo bar, restorante, sepse ne ambientat aty jemi të fokusuar. Aty presim njerëzit, miq tan, edhe si shikon pikturat janë rikthyer edhe një herë. Mbaj mend një profesor im thoshte kishim atë frikën që po venitet arti, dhe thoshte, jo, arti asnjëherë nuk ka për të venitur. Sado që moda lëviz, piktura, arti, sidomos që i krijuar vetë nga dora e artistit, do ngelet aty për gjithmonë. Janë disa dizajnet tjera që janë po përsëri ngjyra të forta. Nëse do thoshin që është rikthim në kohë, pra, sepse
zakonisht moda rikthehemi. Rikthehet. Por në mënyrë moderne. Po, patjetër. Me ndryshime, me... Pikërisht. Nuk mund të them tamam një vit, por këto kontrastet përkon me vitet 90, flas për jashtë, nuk po flas për në Shqipëri, sepse kemi janë shkallë të ndryshme. Por edhe vitet 70 në disa dizajn, pra i rikthehemi përsëri, si në fashion, si në modë, është e njëjta gjë edhe në arredim. Po, ne si arkitekt i shikojmë me detaje dhe po të shikosh për shembull goldi qëndron historikisht aty, elementet e goldit, të drurit, metalit, xhami është luan vërtet rëndësi. Edhe kur kemi ambiente të vogla, për shembull, unë bëj dyer skorevole, mundohem që dizenjoj që nga pas të ruaj privatësinë, por nga brendësia edhe krijon një ambient të bukur dhe sikur nuk e dyrë. Ai që është trend përsëri, e theksoj është janë dyret skorevole apo të fshehura me librari, të fshehura me një pikturë, të fshehura me këto xhamat e mëdhenj që duket sikur është një dritare, por në të vërtetë është një derë. Tani, Anila, nëse ne për të bërë këto ndryshime që për shumë kënd mund të konsiderohen edhe ndryshime të guximshme, shpesh të rriqemi sepse të paktën ai mendojmë edhe kostot, krijon brenda vetes, kostot pa diskutim, përmendoj që nuk janë kostot larta, por na tërheq edhe fakti që mendojmë që ky është një gjë, pra ky është një projekt, le të themi, që nuk i shkon një ambientit vogël. Është ky një perceptim i gabuar? Jo, në fakt është pyetje shumë e drejtë, sakt. Prandaj e theksova që duhet që të kemi kujdes në çfarë ambientesh ne realizojmë. Sepse nëse kemi një sallon të vogël me ngjyra të errta, mund të bësh vetëm një segment, po jo të gjithën. Pra mund të lësh një vend që të jetë një ngjyrë neutrale dhe të krijosh vetëm një kënd, sepse nëse ne bëjmë siç thatë dhe juve, ajo e mbyll dhe të krijon një ambient më të vogël, pra nga ana vizuale. Por nëse kemi restorante, hotele, bare, po mund të lozë shumë bukur. Hapësira është më e bollshme, mund t'ja lejojmë vetes. Dhe për të shprehur në gjithë talentin ton, moshat cilat na përkrahin për këtë janë mosha rreth 40, 45, 50 që e duan të rend bukur, ndërsa varet pastaj në moshat më të mëdha, duan atë qetësinë, duan atë modelin klasik dhe thjesht të lozin me gold dhe nuk rrezikojnë. Edhe kanë të drejtë në fakt, sepse prandaj thash është shumë personale dhe çështja e të dizenjuar, pavarësisht që ka dalë trendet. Dhe gjë atë nuk mund të pretendojmë që çdo stil mund të përqafohet nga të gjithë. Pikërisht. Por këto stile, këto dizajn që shohim ne tani janë trend dhe po përdoren shumë për shtëpitë e reja, për restorantet, edhe baret që krijojnë të këndet e vogla, që janë vërtet shumë duket si një luks, por në të vërtetë nuk është një shpenzim i madh. Thjesht çështje e ngjyrash, të luash me ngjyra dhe mos shpenzosh. Dhe ajo që vjet re më së shumti është edhe ne e quajmë natyr design, po e bëjsh në Shqip, që do thot të sillesh natyrën brenda ambientit, që do thot me bim të cilat japin jetë, myshk është shumë i rëndësishëm, përdoret shumë në për sallone, në për vendet të ndryshme, jo në shtëpi, nuk e këshilloj shumë në shtëpi, sepse mund të ketë. Ka rëndësi ka materialet që përdorim? Shumë e rëndësishme janë materialet që përdorim. Ka kujdes? Po, ka një kujdes. Ne që kur marrim bimet, shikojmë... Profesionistët po, por flasë... Jo, tregu. Për sa i përket tregut, përderisa kanë hyrë për te doganës, normal që është bërë një check-up, një check-in. Dhe për sa i përket klientëve vetë, nuk është se janë shumë të informuar. Kjo është arsye që ne japim informacion, që ky preparat, do me thënë, i është përdorur kësaj lule dhe është i dëmshëm apo jo për shëndetin e njeriut. Kjo është edhe arsye se si duhen kuptuar edhe pse duhet orientohen tek profesionistët. Po, sepse ne studiojmë edhe tek lulet, bimet, çfarë preparatit është hedhur, çfarë ushqysit përdor për këtë bim që ta mbaj gjatë gjithë kohës, sepse në shtëpi ka fëmijë, pra e theksoj gjithmonë, vërtet ne duam të bëjmë një dizajn të bukur, por mbi gjitha duhet të jetë healthy dhe i kujdesshëm. Prandaj janë ato këshillat kur shkojmë blejmë këto lulet dekorative, myshje të gjitha, verifikohen, shikohen nëse kanë kimikate po apo jo, janë të dëmshme, alergji për fëmijët etj. Kështu që nuk është aq e lehtë edhe merr lule sikurse do ta blesh. Kështu që çdo gjë, çdo hallk ka është e rëndësishme dhe nuk duhet i injoruar. Vazhdojmë pak me imazhet, sepse
nuk kemi pak, kemi disa të tilla. Jemi edhe te klasikja me moderne, neoklasikja janë trendet që vinë. Unë fakt në shumë dizajn që unë bëj. Kjo është një gërshetim i tillë? Po. Në dizajn që unë bëj për shembull, më së shumti në bujtina, dua të sjell traditën, edhe nuk i largohem asnjëherë, po në mënyrë moderne, edhe këto pikturat si jeleku, xhamadani apo xhubleta i sjell në mënyrë moderne, edhe tuajt kur vinë interesohen se ju pëlqen, edhe personave që ju kam dizenjuar ju pëlqen kjo sepse kanë diçka të tyren, pra të krahinës së vet. Kështu që prandaj e them gjithmonë mos dalim nga identiteti. E modernja, siç shikojmë këtu, është po prap është shumë trend, dritat gjithmonë, llampadaret luajnë një rol vërtet shumë të rëndësishëm. Siç shikojmë pra nëse kemi një ambient të vogël, e bëjmë shumë të ngrohtë, le të themi. Po ka më shumë dritë dhe ne kemi krijuar edhe ngjyrën e divanit me gjithë murin, është e njëjta gjë, por kemi lozur me pikturat, me ngjyrat aty dhe me dritë natyrale. Kur s'kemi dritë natyrale, unë përdor gjithmonë pasqyrat apo dyrë me xhama që lejojnë dritën, për të përcjellin dritën nëpërmjet ndriçimit. Kështu që mundohemi të krijojmë këto trikit, edhe perdet ruajnë një rol të rëndësishëm realisht, ndonse duket kështu gjëra mbisa, nuk kanë rëndësi. Kështu aksesori dorës dytë. Po, por nuk është, luan vërtet një rol shumë të rëndësishëm. E krijon atë, e mbush i themi neve të gjithë ambientit. E duhet me pas kujdes edhe kombinimi i tyre, edhe janë shumë të rëndësishme. Industrial design me pop art, edhe kjo është shumë e bukur. Më së shumti preferojnë ambient i brendshëm, sallon. Ambient i brendshëm, sepse për një moment më duk si ambient lokal, po, sepse kështu janë, po të shohim, po. Është këto preferojnë të rinë sot. Duan ngjyrat, po duan edhe thjeshtësinë, po të shikosh. Ndonse aty ka punë jashtëzakonisht shumë të madhe. Shumë minimalist. Po, janë ruajtur çdo gjë element, ndonse është punuar jashtëzakonisht për të dukur sikur është industrial, por aty është punuar nga themeli deri në fund. Kolonat janë lënë sepse aty është e bukur, atë kolonat e tubat e shkarkimit të kuzhinës apo sajohen diçka gjëra. Ngjyrat siç e shikon edhe kariget nuk janë më siç ishin strikte të gjitha me një ngjyrë, por lozet me këto ngjyrat. Tani, ai preferojnë, kjo është puna jonë që ne ulemi, flasim, e diskutojmë, ja tregojmë edhe në 3D, kështu do jetë, pëlqen apo jo, dhe janë mundësit, në që nuk pëlqen këtë ngjyrat mërziten, ajo mund të vishet përsëri me ngjyrat të tjera dhe ndryshon. Pra nuk është një shpenzim. Këto janë shtëpi që ne përdorim më së shumti buzdeca apo zonat malore, ku ke elementet e drurit, gurit, edhe janë këto ngjyrat që i përshtaten edhe malit, edhe në piktur po ta shohësh, edhe desha e murit duket që ky trendi... Po janë të trendi, muri me gjithë kastorin, apo edhe teksturën e materialit të pjesëve. Po, është e njëjtë, është një enteti. Ka një harmoni. Po, është një enteti dhe vishen së bashku, janë bëhen një dhe shumë e bukur si dizajn. Mezi e kam prit realisht, sepse gjithu bëm vetëm ngjyrat neutrale, fillum paka shumë gjithë njësoj. Ngjyrat e tokës. Ngjyrat e tokës, të grija maksimumi. Po, e nuk donim të guxonim, unë e kuptoj, e besoj këtë, sepse thonë, shiko se s'du me bë shpenzime, mos dalim shpejt nga moda, por ma beso këto shtëpi, kur të ndërtohen, kur të dizenjohen, për shembull, një ambient i tillë, unë nuk mendoj që mund të bëhej ndonjëherë i mërzitshëm. Asnjëherë as për mua, sepse janë ngjyrat të cilat i qëndrojnë kohës. Blu saks, blu marin janë trende dhe i përshtaten shumë zonave malore, zonat bregdetare, edhe qëndrojnë në kohë, po. Kalojmë tek një tjetër imazh. Edhe si të shikojmë, do me thënë, letrat murale janë zhdukur, sepse deri në fund vit kishim letrat murale që i duan për dhomat e fëmijëve. Unë nuk është se po i them hiq dorë sepse nuk janë trend, në disa raste edhe mund të mbulohen, se kanë disa raste shtëpi që do të mbuloj ndoshta një pjesë muri që ajo vazhdimisht fillon edhe plasaritet apo ka myk, pavarësisht që duhet preparat, solucionet për të hequr mykut. Unë nuk them ta mbulojmë, por për të bërë diçka për të mbuluar ndonjë trik, por jo për të mbuluar lagështirën, të jemi të qartë këtu. Ndoshta diçka që nuk mundemi për të bërë investim, edhe mund bëjmë këto gjërat, por nuk e këshilloj. Edhe këto janë shtëpi të thjeshta, ku në fokus gjithmonë është ngjyra, siç e shikojmë, ja dhe dyret që janë të një entity që janë nuk duken që është derë, por që ekziston aty, e njëjta me ngjyrat e murit, me divan, piktura që unë i dua shumë që janë aty, ngjyrat. E kështu që është viti 2026 është për ato njerëz që duan të guxojnë.
që duan të guxojnë. Ka vështirësi në gjetjen për t'i vënë në zbatim, le të themi, këto projekte? Jo, ka çdo gjë, ka në tregun tonë, ka shumë material lënda e parë, është cilësi e lartë, ka shumë. Kjo është spring pranverë, edhe s'ka si mos t'ishte ndryshe në këtë pranverë që po na pret, kemi 7-8 marsin, janë të ngjyra që i duam të gjithë, por është bukur sepse mund ta krijosh atmosferën brenda pranverën brenda në shtëpi. Dhe nëse do thuash po shikoj erdhi vjeshta si t'ja bëjmë, thjesht ndryshon lulet kaq. Është shumë e thjeshtë. Po, edhe pastaj kjo është për sa i përket më shumë se ngjyrat e tokës, ngjyrat e ëmbla në fakt, edhe që mund përdoret për vjesh shumë bukur. Pra, dhe nëse nuk duam të bëjmë shpenzime, thjesht mund ndryshosh në vendin e një pikture dhe ja ku jemi, apo këto lule që ishim më përpara të pranverës, mund ta ndryshojmë me të vjeshtës. Janë ca trike të vogla që nuk kushtojnë, vetëm mjafton pak ide, edhe për të bërë ambientin ton sa më të relaksuar, sa më të qetë edhe të bukur për të jetuar. Nuk di nëse kemi imazhe të tjera? Po. Po, janë edhe kjo që jafrohet, janë të vjeshtës, verës, ja ku jemi prap me blun, me blu saks, dhe në fokus është arti. Kam parë shumë që po i kushtojnë vëmendje artit vizual, rëndësishme kjo, sepse kishte pak kohë që lije më njanë. Jo se na vinte keq ne si artistë, në fakt keq na vinte, po na pëlqen që kushdo qoftë, kushdo artiste jetë. Dhe ndjen të tërhequr, le të themi nga. Po, sepse është një punë, është një art i cili është i lindur, nuk fitohet rrugës. Ti mund t'jesh më profesionist, por arti lind, kështu që kur të prek diçka që ke lindur, aty është ajo ndjeshmëria që ti step back, ndonse nuk mund të step back një artist. Me çfarë ngjyrash je duke, me këto ngjyrat e forta je duke në telajo? Jam duke punuar me këto ngjyrat e forta, sepse jam e ftuar në një ekspozit këtu në Galerinë e Artëve të Tiranës, edhe tani në pranverë, tani shpejt. Do t'jesh pjesë? Jam pjesë e një eventi shumë të rëndësishëm, edhe... Kështu që një ngjarje për të mos u humbur nga ata të cilët janë dashamirës. Dhe jo vetëm se... Po, se arti është i bukur për gjithë. Pak kohë edhe ku ka më bukur se sa të kalojmë kohë me art, edhe më fali që e them edhe jo shumë me politikë. Jo, bën mirë që e thua, në pak se ky duhet jetë orientimi. Madje bëjmë mirë nëse këtë recet, le themi, e ndjekim, e aplikojmë të gjithë, që do thotë më pak politik, më shumë art. Me shumë art, me shumë sport, edhe do jemi njerëz më shumë pozitiv, ma beso këtë. Kështu që është recet që vlen për gjithë kjo. Anila, unë të falenderoj shumë për përkushtimin, për dashurinë me cilën flet sa herë që diskutojmë për temat tilla, kënaqësi shumë e madhe të kisha në studio. Faleminderit. Gjithashtu. Do të shkojmë sërish në një hapësirë të shkurtër publicitare dhe do të ndalemi në pjesën tjetër për të folur për procesin e rivlerësimit. Edhe pse ligji u miratua, u publikua në fletoren zyrtare, nuk ka ende një udhëzim nga Ministria e Financave për të përcaktuar mënyrën se si do të bëhet. E kushtëzon kjo procesin, çfarë pengesash ka sjellë në tregun e pasurive të paluajtshme, publicitet dhe rikthehemi.